Ashme, për prezentova parë, në Melisa, jam 20 vjetë, jo koma që kam bushë 21. Unë Helgën kam 4 vite që e ndjek edhe më ka pëlqyer shumë mundësia e saj për të punuar online. Edhe vërtet e kam ndjekur shumë, kam marrë çdo mësim që Helga e ka ndarë falas, sepse nuk kam pasur mundësi që të merra pjesë në trajnim, sepse kam qenë në gjimnaz dhe pa punë. Kam ndjekur këshillat e saj në rrjetet sociale, kam ndjekur videot e saj në YouTube, masterclasset, falas, bootcampet që ka bërë falas dhe kam përfituar nga çdo material që ajo ka sjell. Ndërkohë që merresha pak edhe me zhvillimin tim personal, fillova të shëlloj disa aftësi online, si thash edhe dje, si video editing. Kam disa aftësi normalisht që jo të kënaqshme, nuk mund të them që janë profesionale, po kam mësuar, kam aftësi në menaxhimin e rrjeteve sociale, komunikim, shitje, sepse kam studiuar këto gjëra. Paralelisht, punë fizike. Në një sfidë që bëri Helga për vitin e ri dhe më ngeli në një frazë në shprehje që hap një faqe, nisi qoftë edhe me një quote, edhe mbaje të faqen për një vit edhe shiko se ku do jesh. Kështu veprova, krijova një faqe duke marrë video nga intervista të ndryshme, kisha audiencë shumë të madhe, e bëja me shumë dëshirë, kisha shumë pasion, sepse kjo gjë më kishte penguar, sepse nuk gjeja dot pasionin tim, e kisha shumë pasion dhe e bajta këtë faqe për rreth 9 muaj, një vit të tërë, po. Po ka qenë shumë e lodhshme për mua, sepse isha në shkollë, isha në një punë fizike të të rashtë dhe gjithashtu kisha për të menaxhuar edhe faqen. Imagjinoje sa e lodhshme, ishte si një punë e dytë për mua, sepse isha shumë angazhuar. Më pas fillova në faqen që kisha të gjej klientin tim të parë, klientin, ai sot është pronarja ime, që e kam ndjekur në rrjetet sociale dhe ka nisur edhe puna që unë bëj tani, ka nisur gradualisht. Si fillim menaxhova një rrjet social, bëja kontent vetëm me materiale që ajo shpërndante, më pas fillova të jem si tip asistente, tani unë merrem edhe me kontentin e rrjeteve sociale, merrem edhe me tim nga klientit. Problemi im, unë kam mbaruar studimet, ky ka qenë viti që kam mbaruar shkollën dhe në një deg që nuk më ka pëlqyer, kam mbaruar për inxhinieri, e kam parë kontrastin e punëve, kam punuar dhe punë fizike, lodhi dhe tani puna që jam, me thënë të drejtën jam komode, sepse asnjëherë nuk punoj tetor dhe kam një rrok mesatërisht më të lartë se ato që punojnë në përzyrë apo punojnë dhe gjëra të tjera, por problemi im është sepse nuk dua të punoj kështu si po punoj tani, siç thash, dua të kemi një produkt, diçka që unë ta shes, më thënë jam shumë konfuze në këtë pjesë dhe jam vetëm